Në seancën e sotme të Këshillit të Komunës së Gostivarit, me shumicë votash të këshilltarëve, u miratua raporti për strategji lokale për mbrojtjen nga HIV-SIDA. Shoqata jo qeveritare HOPS nga viti i kaluar ka filluar projektin për prevencion nga HIV. Në këtë program janë përfshirë 4 qytete dhe atë Gostivarit, Tetova, Kumanova dhe Shkupi. Qëllimi i këtij projekti është që t'u jepet mbështetje këtyre aktiviteteve me qëllim që të mbahet niveli i ulët i infektimit nga ky virus. Aleksandra Nomchevska, në cilësi të koordinatores, tha se strategjia në fjalë është e përgatitur për periudhën kohore 2016-2020, ndërsa krahas shoqatës jo qeveritare HOPS janë kyçur edhe shumë institucione të tjera, me të cilat bashkë është vendosur për masat themelore preventive. Ova strategija je izraботена od strana na HOPS Skopje. Kjo strategji kap 3 fusha. E para ka të bëjë me prevencionin nga HIV tek popullata në përgjithësi dhe tek grupet e ekspozuara dhe personat specialistë që direkt janë të kyçur në këtë problematik. Strategjia e dytë ka të bëjë me aktivitete preventive, sidomos tek personat që përbëjnë rrezik të veçantë, siç janë personat që injektojnë drogë, punëtorët seksual dhe popullata e re. Dhe strategjia e tretë ka të bëjë me përgjegjësinë e të gjitha palëve të kyçura në projekt dhe implementimin në praktik të së njëjtës me qëllim të arritjes së efekteve të dëshiruara. Numri i përgjithshëm i personave me HIV-SID në Gostivar është 7. 2 rastet e fundit janë regjistruar në muajin prill të këtij viti. Rasti i fundit ishte evidentuar në vitin 2011, ndërsa rastet e para në vitin 2005. Informatat bëjnë të ditura nga enti epidemiologjik në Gostivar. Strategjia është përpunuar nga shoqata jo qeveritare HOPS Shkup në bashkëpunim me komunën e Gostivarit, me stacionin policor në Gostivar, me qendrën për shëndet publik, me qendrën për mbrojtje sociale dhe spitalin e përgjithshëm të Gostivarit. Strategjia përmban disa masa preventive, si që janë angazhimi për hapje në një qendre për prevencion dhe trajtim për të varrurit nga droga, distribuimi i pajisjeve sterile për injektim, përgatitja dhe distribuimi materialeve informuese, mundësia e shërbimeve mjekësore dhe shërbimeve juridiko-sociale. Kjo strategji është përgatitur për periudhën kohore nga 2016 deri më 2020, tha Nomchevska.